Nga pikat kryesore nesër, që nesër, askush të mos thotë nesër unë i kam fituar. Po ti s'ke marrë. Pra kur marrin 50% e shqiptarëve në votime, atëherë po mund të thuash se është 50%. Jo, ajo që them është që vendimi për të larguar apo për të dhënë pushtet është vetëm përmes presionit votës. Jo, është edhe mes presionit, sepse për sa kohë ti nuk më ke dëgjuar mua, atëherë unë po marr edhe presionin e protestës. Dhe unë po bëj protestë për t'u ankuar për ato cilët unë. Kjo protestë po thua është presion? Absolutisht, protesta është presion. Te kryeministri? Shiko, protesta është presion. Shkalla e presionit pastaj vazhdon nga 1 deri në 100. Po çdo lloj protestë është presion, edhe një person kur proteston ai është presion. Pastaj se sa e ka shkallën ky një person, e ka të 100-shi apo e ka të 100-shi, ajo varet. Dritan se e kam bërë gjithëve këtë pyetje, ti je një njohës i mirë i protestave, por mos më thon ekspert. Masiviteti, tek njohja. Masiviteti është i padiskutueshëm para 2 ditëve. Jo, para 2 ditëve ishte, domethënë, unë s'kisha parë ndonjëherë. Atë do të jemi pak kështu realist. Në asnjë ditë protesta nuk i ka kaluar shifrën e 10.000 vetave. Pra kjo është realja. Kjo është realja. Dakor, unë personalisht ato turm njerëzish që pash para 2 ditëve, mbase ka qenë, nuk është se kam qenë ato ditë, por nga pamjet që pash në media ishin nuk i kisha parë kurrë. Por gjithsesi, supozojmë që kjo do vi duke u rritur dhe do ndodhemi përballë faktit që qeveria as që do ndërmarr asnjë hap për të realizuar, le të themi, kërkesat e kësaj proteste. A mendon se ka rrezik për eskalim të situatës, për radikalizim të situatës? Radikalizimi duhet vepruar në aspekt e ligjit. Pra, në momentin që qeveria, kur protesta bëhet masive, pra, masivitet unë nuk them vetëm për pjesëmarrjen në Tiranë, masivitet them që do dalin edhe rrethet. Po, dakor. Dhe në momentin që ti arrin këtë masivitet, atëherë dhe këtë vazhdon qeveria të mbajë qendrim, atëherë kalon në mosbindje civile. Që do të thotë? Mosbindje civile të padhunshme. Mosbindje civile të padhunshme do të thotë, unë nuk të paguaj drita, unë nuk të paguaj ujë, unë nuk të paguaj taksa, unë nuk të paguaj tatime, unë ta bllokoj veprimtarinë tënde politike, unë të bllokoj veprimtarinë tënde policore në çdo vend, sepse policin e ke konsideruar në shërbim të mund të jetë një hap i mundshëm ky. Kjo është një nëse masiviteti arrihet, kalohet kur ti kalon në masivitet dhe presioni politik i masivitetit nuk merret parasysh, atëherë ky presioni politik i masivitetit kalon në mosbindje civile. Po pagun, le të themi. Po pra mosbindje civile të padhunshme, në kuptimin e refuzimit, nuk të paguaj taksa, nuk të paguaj drita, nuk të paguaj ujë, nuk marr pjesë në, pra mësuesët nuk shkojnë në shkollë, mjekët nuk shkojnë në punë. Pra kjo është eskalim në këtë kuptim, jo në përplasje me policinë, fjalëve në përplasje me policinë, se policia është pikërisht. Ti e detyron, pra shikoni, ai polici ka fëmijësh i martuar. Pra fëmijët e atij polici nuk mos çuditin që ka edhe fëmijë policash aty që dalin për të protestuar. Kush ka marrë guximin, se një pjesë nuk kanë marrë se kanë frikë se mos u ajin baballarët nga puna. Pra, mosbindja civile do të thotë që nesër mjekët të mos pranojnë të shkojnë, po të mos pranojnë të bëjnë përveç se gjëra emergjente. Pra nuk ka funksionim tjetër. Mësuesët të mos shkojnë në shkollë. Pra nuk ka më aktivitet mësimor. Refuzojnë të. Studentët po ashtu dhe në shtator, pra kjo zgjat dhe në shtator studentët i bashkangjiten edhe studentët protestës. Pra kjo është mosbindje civile totalisht. Dhe kjo mosbindje civile, atëherë kjo të hedh poshtë gjithë sistemin. Nuk është domosdoshmërisht e dhunshme, po thonë. Jo, pa dhunë, nuk po them përplasje me dhunë. Thjesht mosbindja nuk është përplasje. Unë nuk të bindem. Pra nuk shkoj në punë, refuzoj punën, refuzoj pagesat, refuzoj taksat, të gjitha këto nuk t'i jap. Ty nuk t'i jap, sepse ti i ke keq përdorur këto. Dhe në këtë moment ti s'ke asnjë vlerë. Dhe në këtë moment vota jote nuk ka më vlerë, ato 800.000 vota janë bërë zero. Dritan, ende nuk duket që ka një fytyrë apo disa fytyra që le të themi mund të kthehen në fytyra të kësaj energjie të madhe politike që shikojmë shesh. Ka dalë një grup iniciator ucilësuesi i tillë, sepse është hedhur poshtë nga Zolli Kume, që ka bërë një propozim për sa i përket kodit zgjedhor. Ky grup iniciator i protestës? Jo. Nga media u lexua si i tillë, por u refuzua nga, domethënë. Pse e pyetja e parë, ç'është kjo protestë ku organizatorët refuzojnë që të paraqiten dhe të dalin skenë e para. E dyta, a nuk duhet që kjo protestë më pas
të kthehet dhe të marrë fytyrën e një lëvizje politike që më pas kthehet në një instrument për të ndryshuar sistemin? E para pse nuk ka. Aktualisht ka një grup që janë grup organizatori i protestës. Ka një grup? Po ka një grup organizatori i protestës, është një grup rrethuajse 40 vetash, pra është një grup i madh. Prej 40 vetash. Sepse janë dihet kush janë apo po, dihet kush janë, nuk është se nuk dihet kush janë, po derisa ata të vendosin që ta bëjnë publike emrin e tyre, asu nuk bëjnë publike emrin e tyre, pra. Është e tillë. Më shumë duam të kuptojmë, nuk duam emrin. Ka një grup organizator që merret me organizimin e protestës, që merret me foltoren atje, që merret me njoftimet, me mbarvajtjen e protestës, është ky grup. Është pjesë edhe ky grup, janë 40 veta për arsye se janë antarë të këtyre 6-7 grupeve që janë iniciatorë të fillimit protestës. Pra, për këtë arsye është grup i madh. Janë prej fillimit, pra nuk është se është. Dhe normalisht që me kalimin e kohës, me shtyrën e presionit, në këtë moment vjen edhe presioni i protestës, i cili do t'ja kërkojë këtyre zotërinjve që të dalin, zotërinjve dhe zonjave, se ka edhe femra aty, të dalin publikisht me emrat e tyre ose të nxjerrin prej tyre, prej këtij grupi me 40 vetash të nxjerrin një grup tjetër, po jo një emër, jo një person, jo një individ që udhëheq protestën. Sepse po kërkohet ndryshimi i sistemit. Prej 45 se këtej kemi ecur me individ. Pra një person, një emër, një figurë, një fotografi. Dhe në rast se do të kemi një fotografi, atëherë nesër nëse vim te kjo e dyta që thatë juve që këta duhet krijojnë një grupacion nesër dhe ta kanalizojnë këtë fuqi politike të protestës në parti politike ose një grupacion politik për të marrë pjesë në zgjedhjet. Atëherë gjithë kjo kanalizohet te një individ. Dhe ku ishim ish po habili, pra nuk bëm asgjë. Thjesht u rrotulluam, protestuam dhe erdhëm po te njëjti sistem që i dham fuqinë një personi. Politike te një person do ecë. Po jo, pra nuk duhet të jetë te një person. Këtu është gjithë problemi. Duhet të ndryshojë koncepti. Ajo çfarë këta po bëjnë në këtë mënyrë, me vedi ose pa vedije. Unë nuk e di se janë duke bërë me vedije apo pa vedije, po fakti që nuk kanë nxjerrë një kokë. Dhe mua më pëlqen që nuk kanë nxjerrë një kokë të vetme, dhe nëse vazhdojnë kështu, ky është ndryshimi i konceptit. Pra nuk kemi kanë nxjerrë një kokë apo nuk janë të pafuqishëm për të nxjerrë një kokë. Se kjo është pyetja. Shiko, për faktin që ekziston një grup për 40 vetash, dhe fakti që nuk nxjerrin një kokë nuk do të thotë që kanë pa fuqi për të nxjerrë një grup. Ndoshta kanë mosmarrveshje, por unë do doja që të mos e nxjerrin një kokë. Okej, do ishte strategjia më e mirë. Strategjia më e mirë është të mos kesh një kokë, pra të kesh një grup që funksionon. Sepse fundja fundit në rast se do ta kanalizonim gjithë të në zgjedhjet e menjëhershme, pra nëse do kishim zgjedhjet menjëhershme, çfarë do lloj kanalizimi thjesht do përfitonin, do shkonin 10 veta në parlament edhe asgjë tjetër. Por do mbetej sistemi i njëjtë. Që të ndryshojë sistemi duhet që ky grup nuk ka nevojë për një kokë, të funksionojë si grup, të shkojmë në dorëheqjen e qeverisë dhe pastaj të vim te ajo që thash, pasi dorëheqet qeveria, atëre ulemi dhe japim një zgjidhje ku të gjithë aktorët politik dhe jo politik marrin pjesë në bërjen e një sistemi të ri. Pra në krijimin e një asambleje të detyrueshme qytetare, kombëtare, dhe nga kjo asamble, në këtë asamble mund marrin pjesë 1000 veta, 1500 veta me kriteret të përcaktuara, pra intelektuale, baza e kësaj asambleje është që të mos jesh antar partie, pra të mos kesh qenë antar partie, me detyrat larta, po themi. Pra antar partie, kryetar degësh e kështu, pa antar partie, një pjesë e madhe kanë qenë antar partie, pra s'ke ç'i bën asaj punë, do në Shqipëri, sepse aty e kanë parë me mentalitetin e mëparshëm e trashëguar nga 45-a deri në 90-ën që po mos ishe antar partie nuk merrje dhoma shtëpie dhe dhoma plazhi, edhe tashmë u pa edhe kurse në këto 36 vitet e fundit u pa që po mos ishe antar partie, ti nuk gje asnjë punë si roje. Pra ky ka qenë koncepti dhe prandaj duhet thyer ky koncept. Dhe në këtë asamble ftohen njerëz që janë antar partie të nivelit të lartë, intelektual, dhe në 2-3 kritere, dhe nga ky grup, prej 1500 vetash, prej 1000 vetash, ti zgjedh 101 persona si asamble kombëtare që do të vazhdojnë drejtimin. I zgjedh me votë? Jo me votë, i zgjedh me short. Me short. Sepse në rast se do të zgjedhësh me votë, vota krijon koalicione, vota krijon përplasje, vota krijon interesa. Por çfarë bëhet? Fusim emrat të gjithë, të hidhet short, goglat e telebingos dhe krijon. U krijua 101 veta, po. Nga këta 101 veta pastaj ti krijon një qeverisje me 21 persona. Edhe këta 21 persona zgjidhen nga këta 101 me short. E qartë. Dhe duke vendosur kriteret pastra politike. Pra kriteri i parë, këta 21 persona çfarë bëjnë? Këta 21 persona drejtojnë një qeveri tranzicioni, po duhet të kemi parasysh që këta 21 persona duhet të jenë persona profesionista të fushës. Po, okay. Për katse që do të emërosh. Drejtojnë një qeveri tranzicioni, minimalja 1 vjeçare, ku për këtë 1 vit duhet të ndryshojnë kushtetutën. Dhe të gjitha këto që tham, me kode zgjedhore, me gjitha, ti fusin pjesë të kushtetutës ashtu siç e ka Kosova. Pra Kosova
I ka gjitha në kushtetut. Pra nuk është se s'ka ndodhur në asnjë vend. Edhe ne ç'a bëjmë? I fusim të gjitha në kushtetut. Dakor, po ja lëm fuqinë shortit. Absolutisht. Kush është ardhmë e këtyre personave pasi të bëjnë këtë? Atëherë e përcakton qartësisht në momentin që këta 101 persona. Edhe këta 21 persona nga 101 persona. E përcakton qartësisht që në zgjedhjet pas një viti këta nuk marrin pjesë. E pra se pse kjo tregon që pse tregon? Dhe këtë tregon që nuk kemi ardhur për pushtet. Pra kanë ardhur për të ndryshuar sistemin për një periudhë 30 vjeçare, pra për një brez. Okej. Pse për një brez? Do thotë dikush për 100 vjet. Për një brez për arsye sepse kemi evolucioni teknologjik, evolucion industrial, dhe ti je detyruar të bësh ndryshime pas një brezi tjetër. Pra pas 30 viteve ata do ta detyrojnë ta ndryshojnë kushtetutën. Ke lëvizje demografike, ke gjëra ndryshme që ndodhin. Paktën për 30 vjet të ecim do të ndërtohet një diçka e re. Pra kjo e ndryshon sistemin. Në rast se do të vazhdojmë me të vjetrën, t'ja vëm në qaf një individi, pra t'ja varim këmborën në një individi në qaf, atëherë nuk kemi bërë asgjë tjetër vetëm se kemi zëvendësuar, kemi bërë rotacion. Sado burri mirë t'jeta individi, thjesht është rotacion, nuk e ndryshon dot. Kurse kur e bën me short, kur e bën me këtë zgjedhje, atëherë ti ke thyer sistemin. Dhe gjithçka e fusim brenda kësaj kushtetute, me një pikë fundore të kushtetutës që kushtetuta nuk mund të ndërrojë veç se me referendum dhe nuk mund të bëhet veç se me referendum. Në këtë mënyrë i heqim fuqinë çdo kujt nesër që të vijë si individ që të ndryshojë kushtetutën brenda natës sipas qefit dhe sipas dëshirës. Dhe të na marrë peng sërish siç na kanë marrë gjithë këto vite. Ky është mendimi im. Unë nuk jam pjesë e organizatorëve. Kjo puna pengmarrjes sa vjen ide, pra, ideja është mendimet mund të jenë pafundme. Jo, kjo është mendim shumë korrekt. Po dëgjojnë prapë ata e dinë më së miri. I rrezon të gjitha pretendimet. Pikërisht. Dritan, kënaqësi që të patas gjithmonë. Ju faleminderit. Në këtë pjesë e emisionit është bashkuar me mua Sazan Guri. Profesor, kënaqësi që të kam. Mirë u gjeta, faleminderit. Profesor, kemi qenë të martën e shkuar bashk, ku kemi komunikuar dhe folur për atë që ka nisur si një nga protestat më të mëdha që ka parë historia e Shqipërisë prej 90-s, edhe për mënyrën se si është ndërtuar. Në çpik të protestës jemi aktualisht? Sot është protesta ka filluar ditë të shtune në Vlorë, ku është mbajtur një fjalim nga dy veta, në atë kohë nga Klaj Bibello dhe nga unë. Pasandaj është shkuar ke dardi që ishte shtrirë deri në ujët e detit, ku aty pati jo protest, por revolt, edhe tërheqjes varë, po edhe përdorim të gazit, jo lotësjellës, po gaz me squfur edhe me kripca me kripca squfur dhe djeks, edhe me kripca piperi djeks, që sytë nuk loptonin, por mbylleshin për disa orë derisa ti merri me kimnese. Dhe kjo ishte shtuna. E diela është kaluar në përgatitje dhe e ana e kaluar, pra e anë me diel 7 ditë, sot është dita e premte, bie dita e 12, 7/5, 12 ditë pa u ndalur. Po ajo për të ardhur keq është që sot, me qëra biseda për sot, është që zoti kryeministër Joti, se imi nuk është kur, që kur ka filluar të shesi Shqipërinë që e kam kuptuar unë, syrin tim, shitjen palar, përpos atyre gabimeve të ndërtimeve urbane të shumta, edhe kjo ishte një lloj manie e tij, po një lloj manie imja. Ai e kishte mani, ndërsa unë e kisha mani, sepse prej 10-12 vjetësh unë kam dhënë një lëndë arkitekturë mjedisi dhe kuptoja se ç'do të me dëmtim të rrjetit urban, me mos respektim të rregullave, standardeve të hapësirave publike dhe që në atë moment mendova që mos a kisha më kryeministër, ndërsa me këtë që quhet shitje territori, që do ta themi sigurisht, kjo e ka bërë që të quhet kryeministri ndoshta Joti, i tjetrit, po jo imi. Dhe sot ai në orën, më duket në njëjtën orë, por në shesh tjetër, grumbullon gjithë administratën, këtë ma thanë edhe, imagjino, policia. Policia, ku jam unë tash për momentin në Berat, më ka thënë që ne na mbledh zoti Rama të premten në orën 6, pra 18. Pra imagjinoni që bën një antiprotest për të thënë që ju ishit 80.000, ndërsa unë jam kush e di sa mund të grumulloj gjithë, që ai e ka pak 150-200.000 administratë dhe mund të mbledhë 150.000. Ndoshta më shumë se sa protestuesit, por aman e ka pa shpirt. Ndryshimi është i madh.
ndryshimi është i madh, ai e ka pa shpirt protestën, ndërkohë që kjo e të rinjve, kryesisht e të rinjve, kjo është me shpirt, është me frym, është me ideal, është me ideal. Kështu që konkurrimi që ai kërkon të bëj, si not zakonisht, me gjitha protestat, diku të studentëve, diku të mjekëve, ai ka benitur. Por këta rale nuk mendoj se do t'i arrijë, pavarësisht se ka shumë gjëra në dorë brenda vendit, ka dhe shumë gjëra në dorë jashtë vendit. Ka një lloj lidhje që mendohet që kush e di sa argjon për t'i blerë fjalën qoftë një deputet evropian apo qoftë një deputet i Oqeanit. Kështu që në këtë kuptim protesta mund të ketë shumë zëra ndritëse të ndryshme, edhe deri ku akuzohen, por unë nuk e besoj. Edhe sikur të ketë, unë them që zëri më i fuqishëm është zëri shqiptar. Zëri shqiptar është drejt natyrore. Zëri shqiptar është ajo që është quajtur përdhosje e ditës. Rama, profesor, Rama sot në një intervistë po e dëgjoja, e tha, kur e pyetën për protestën, tha jemi vend demokratik, tha qytetarët duhet protestojnë dhe është mirë kur protestojnë, tha. Fare i pashqetësuar për atë protest, për kundrazi, domethënë qasja e tij ishte shumë, le të themi, për sa i përket demokracisë shqiptare, e lexoj protestën si një fakt që ne jemi një vend demokratik ku njerëzit kanë të drejtën e plot për të protestuar. Kjo është demagogji nga ana e tij. Ai është arritur prej 30-40 vjetësh, plus i lexuar me librat e kohës diktaturës, se nuk është njeri i pa lexuar, nuk është njeri budalla, është gjë e mençur, por i mençur për së prapti në të mirë të adeut, jo në të mirë, pra për së prapti në të mirë, ose për së mbarti në të keq, mendimi im. Dhe kështu që për këtë lloj demagogjie që ata e kanë si Goebbelsi, e kanë si Stalini, si Lenini, e kanë si ai pavar. Kam një shkrim në Facebookun e dieshëm, si ai pavor, kur thonë italian, Tiranës. Nësa ky që është ende i pakallur, ky tani e ka demagogjik të gjeti. Këtë që ju sapo parashtruat që le të protestojnë, e ka demagogji, pa ai frikën e ka në palc. Ai është person që reflekton gjajs me trimëri, por ka frikë në palc. Dhe këtë frikë ai po e ndjen, sepse nuk është një protest e kohës së zotit Basha apo e kohës së zotit Berisha para 3-4 vjetësh që sado nuk bën dot më shumë se gjysmën e kësaj proteste. Si zoti Basha në kulmin e vet, si Berisha që arriti dhe mblodhi, si zoti Meta kur ishte president që mblodhi diku një protestë të madhe. Popullin e 2 marsit. Nuk është thjesht numri vetëm, por cilësia e protestës, intelektual, akademik, profesora, pedagog, student, të rinj, të reja, gjimnazist, 9 vjeçare, sa dush, pra familje, njerëz me familje që vinë protest. Kështu që me gra, me burra, me fëmijë të vegjël. Pra njerëz shumica atyre që unë njoh vinë me fëmijë të vegjël, edhe unë mendoj të marr niprin. Edhe unë me i kam të vegjël, 7 vjeç, po do mund t'i marrë dhe niprin. Pra, kjo lloj proteste që ju ata det nga më të bukrat në Shqipëri, që sot televizionet italiane po thonë ngreja unë italian për ato që po ju ndodhi. Se ne gjithë shtetet të njëjtin fat po psojnë ta dhe globalizmit, sepse meni shembull nga populli shqiptar. Pra, një protestë që po bëhet model, dhe ky e ndjen këtë frikë. Edhe ja ka frikën kësaj fryme të protestës. Frikë për çfarë? Se po sot tha unë jam mandatuar që deri në 2029 do të jem kryeministër me 800 e ca mijë vota, kështu që deri në 2029 kur të popullit të jepet sërish mundësia për të votuar, unë jam kryeministër i vendit. Okej, sigurisht që ai quhet i votuar, por qerja ngel dhe rrugës. Thyet një rrotë, aty janë thyer të 4 rrotet e qerës. Të 4. Kështu që nuk është se ka një defekt, po e rregullon edhe po ecë. Me ato defekte shtyti 4 vjet e para, duke sharë qeverisjen e djathtë, shtyti ato të dytat, duke sharë qeverisjen Meta, të tretat s'kishe ku të kapesh, tha që do t'i korrigjojmë rrugës,
edhe do t'i fusim në Europë, thanë të tretat, në të katrat, dëmi është bërë miu, është bërë kala. Pra, në të kuptim, a i s'ka që ndrejshme, sepse e paraqiti fakti që aty vinë komunitete, individ, familje, të ndryshme, për hallin që ata, për dertin që ata kanë pas marrëdhënie me qeverinë, më saktë me rrugaqërinë qeverisë. Prandaj dhe vinë ata. Pra, secili që vjen aty, deri nga halle, derte, mosmarrveshje, moskuptime, ofendime, vazhdojnë, prekje digniteti, prekje të pronës, prekje të arsimimit, prekje në sëmundje. Pra, secili vjen në emër të individit, të familjes, të lagjes, të qytetit dhe të komunitetit. Dhe nuk janë pak grupet ndryshme ku ky ka prekur në këto 12 vjet. Pyetja është, a mjafton kjo? A mjafton kjo? Se, okej, dakord, gjithë aty janë dhe unë jam dakord, për një dert të vetin, dhe zemërimi është i madh dhe etj, po a mjafton kjo, sepse kjo tani që ti thuash, Rama jep dorëheqjen, Rama nuk, domethënë, ajo që pash në intervistë, as nuk kanë ndërmend ta bëj atë dhe çfarë do ndodh me këtë protestë se kjo vazhdon për një kohë gjatë në këto terma. Tani, protesta deri më sot është e butë, është e ëmbël. Edhe unë jam, që nuk mund të vazhdohet pa një përplasje. Përplasje unë quaj rrethim.